besoj është me rëndësi mos mu ngatru edhe mi nominu veç stereotipet. Pra shumë lehtë është mi thonë dikujt veç pse i ka krejt peshe, shko ti se je më i miri, apo ose shumë lehtë është mi thonë shko se je më i miri në çet fush. Nuk pidojmë veç nxënësa që kanë krejt peshe. Madje nëse i ka krejt peshe, po është peshe tipike, nuk është mos me inteligjencë jashtëzakonshme, po na vyn persona që janë më ndryshe, që janë lider të lindun, po na vyn persona që e vren, që është i kthjellët, është inteligjent në formën që bën pyetje, që përgjigjet ose që sfidon sistemin. Pra nuk është çështja e notave, nuk është çështja e arritjeve akademike, po ato tregojnë diçka patjetër, mirë po me rëndësi është me pas logjikën e shnosh, mënyrën që rezonon fëmiu ose i riu në këtë rast, me qenë atipike për moshatarët e vet, edhe më avancuar. Shumë bukur ata. E përmendë që është dikun prapërsisht kemi 400 e diçka atomista deri më tash, apo në 10 vitet fundit. Po. A është numër shumë i vogël? Është jashtëzakonisht i vogël, sepse është shumë vështirë me i gjetë edhe qysh e thash, me një gjenerat, supozon një gjenerat i ka 20.000 veta, veç 20 janë tillë. Në çakt sens na jemi tu lyp goxha të rrallë në popullatën e përgjithshme, po e mira është që potenciali i tyre, sa do të rrallë që janë, e kanë potencial me bëu ndryshime të mëdha në vendin ton. Mas pari, e mira është që ata identifikohen edhe mbrin potencialin e tyre e ja ushojmë hajrin krejt shoqënia. A ke bote? Jo, ne nuk moj me bo, për shkak se di qysh funksionojnë testet. Kështu që dal me një herë gjeni, mirë po, pa modesti muj me thonë që kisha me performu besoj mirë për vetë faktin që muj me punu me këta persona, po asesi nuk menoj që jam me tillë, edhe pse shumë kisha pas qef me ekzistu atomin kohën tonë edhe për një me u pas sens ka pas në kohën tonë,